na bashkon për të kërkuar drejtësi për komandantët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, të cilat po gjikohen pa drejtësisht në Hag. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Ne kërkojmë që gjykimi të jetë i ndershëm, transparent, i bazuar në fakte e jo në gënjeshtrat serbo-ruse. Të mos ketë standarde të dyfishta, ku kriminalet e vërtet mbeten të lirë, ndërsa çlirimtarët mbahen në përqeli. Kërkojmë drejtësi, jo hakmarrje. Motra dhe vëllezër, sot këtë më në këtë shesh, me zë të lartë themi diçka shumë të qartë. UÇK nuk ishte vetëm një ushtri. UÇK është zemra e kombit, është nderi ynë, krenaria jonë, historia jonë. Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s janë gdhendur në shpirtin e çdo shqiptari. Nuk i fshin askush, nuk mund t'i njollos askush dhe nuk i ul askush. UÇK-ja nuk lindi nga urrëtia, por lindi nga nevoja për mbijetesë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi pasardhësit e një fisi që nuk është thyer kurrë, të Skënderbeut, Ismail Qemalit, Isa Boletinit, Adem Jasharit, Luana Radinaj, Ismet Jashari dhe qindra e mira të tjerë që e mbajtën kombin gjallë, me gjakun dhe shpirtin e tyre. Kemi kaluar në përdhimbje, pa drejtësi dhe errësirë, por asnjëherë nuk kemi dërzuar. Dhe sa herë është dashur, kemi luftuar për identitetin tonë. Sa herë që ka qenë nevoja, ne kemi vdekur për njëri tjetrin dhe te njëri tjetri. Pa jemi një komb, kemi një gjumë, kemi një flamur dhe asgjë nuk mund të na ndajë. Dhe sot, nga zemra ime që mban plagët e luftës, po jo them me gjithë fuqinë time, liria nuk gjykohet. Lufta jonë ka qenë e drejtë, komandantët tanë meritojnë drejtësi e jo pa drejtësi. Dhe të gjithë së bashku, le ta kujtojmë atyre që guxojnë ta fyejnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është një emër për të sharë. UÇK-ja është gjaku ynë, sakrifica jonë, historia jonë. UÇK, UÇK, UÇK. Të nderuar qytetarë, ne duke mbrojtur të kaluarën, duhet të ndërtojmë edhe të ardhmen. Ne duam Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut shtete të forta, të zhvilluara ekonomikisht. Shtete ku rinia nuk ikën, por ndërton. Ne duam shtete moderne, me institucione të forta, të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian, të bashkuar rreth vizionit të një kombi të lirë, dinjitoz dhe të fuqishëm. Lavdi UÇK-s, lavdi dëshmorëve të kombit, drejtësi për komandantët tanë. Faleminderit. Gjithmonë, kur kemi pasur nevojë, trungu am ishte aty, krah nesh dhe mes nesh. Edhe sot ne ndjejmë dorën e ngrohtë të Momodheut, i cili vjen nëpërmjet veprimtarit të madh të çështjes kombëtare, Zotit Hazgan Haklaj, të cilin e ftoi që të marrë fjalën.
Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran të 2 luftra të ushtrisë qendrore të Kosovës, ushtrisë qendrore kombëtare, i nderuari Zoti Ali Ahmeti, i nderuari General Daut Radini, i nderuari Fatmir Limaj, i nderuari Xhevair Geci, i nderuar qytetar, mbar, shqiptar, ka jeni ku jetoni dhe veproni, i nderuar mërgat. Sot ne jemi mbledhur këtu t'ju tregojmë ambasadave të huaja që gjenden në shtetin e Maqedonisë së Veriut se ushtria shqirimtare e Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria shqirimtare e Kosovës ka qenë ushtri shqirimtare cila mbrojti kombin e vet, vendin e vet dhe qytetarët e vet. Ne sot jemi këtu për ta ngritur zërin si çdo protestë. Kjo protesta e fund vitit që është sot në Shkupin e shqiptarëve, apo mund të thëmë në Shkupin e Hasan Prishtinës, Skënderbeu tu kemi përpara shtatorës Skënderbeu, i cili na bashkoi edhe në vitet më të hershme, edhe sot ne u bashkuam si gjithë shqiptarë që e din të bashkohemi për njëri tjetrin. Kjo gjykatë e formuar nga një njeri i çmendur, i cili në vitin 2011 ngriti një rezolutë në Parlamentin e Evropës, në Këshillin e Evropës, se gjëja ushtria shqirimtare e Kosovës ka bërë krime dhe ka jek organe njerëzore në Shqipëri në një shtëpi të verdhë. Me siguri se shtëpia si objekt ekziston, po spital shtëpia s'ka qenë. Dhe ne sot me këtë numër kaq madh të vëllezërve dhe motrave që janë këtu sot dhe në gjitha protestat e kaluara i tregojmë drejtavillove se ushtria shqirimtare e Kosovës boron, lind dhe vepron nga populli. Ato populli e rriti, populli e mbrojti dhe populli sot është mbrapa tyne. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, aja gjykatë ma shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykatave të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në gjykatë ku isha e burgosur, unë edhe shokët e mi me Nasim Aradinin dhe shumë të tjerët. Ne dim se që ka kemë dëgjuar ato, gjitha ato gënjeshta rrena nga ta dëshmitar, të cilët trupin e kanë Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Unë edhe njerë thëmë, kërkojmë që kjo gjykatë tjetë gjykatë e mi fitle Evropa, mos t'ja ve faqen e zezë vetë vetës me ata njerëz, me ata prokurorë dhe gjyqtarë që në du prapa. Evropës i bëjmë thirrje të bëj një drejtësi të drejtë. Ne thëmë dhe në fillim nuk kërkojmë elmosh, po kërkojmë drejtësi të mirë fill. Rënoft ushtria shqirimtare e Kosovës, lavdi gjithë dëshmorët kombit. Faleminderit e respekt pafund. Vëllezër e motra, të dashur bashkëluftar e bashkëveprimtar, shumë të dashura familjet dëshmorëve, shumë të respektuar, e të respektuara invalide e invalide të luftës. Jemi mbledhur sot në sheshin Skënderbeu, në sheshin e këtij burri që u bë dik për kufit e Europës, që Europa të mos pushtohet nga Osmanët. Jemi mbledhur sot këtu, afër Hasan Prishtinës, Pjetër Bogdanit, Nexhata Gollit, për të treguar se Hasan Prishtina u vra mu pjekërisht për liri të kombit dhe vetë. Pjetër Bogdani i dha
dije e filozofi e Europës. Në Xhata Golli, regjimi e pushkatoi si ministër vetëm e vetëm se kërkoi liri, drejtësi e barazi për popullin e tij. Dhe tani sot ne nuk themi që Europa na kishte borxh, por themi Europë, Amerikë, NATO, falënderit që filozofin e veprimtarin të njerëzve të matë mëdhej të kombit ton na i shpërblyet në përkrahje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në ndërprerje të gjenocidit të mëtejnë të shqiptarëve të Kosovës. Prandaj, jemi mirënjohës general Clarkut me dëshminë e tij të pamohueshme dhe të pakontestueshme. Jemi mirënjohës zëvendës sekretarit shtetit James Rubin, si dhe ambasadorit që punoi shumë në rajon për paqe e stabilitet, zotit Christopher Hill. Vëllezër e motra, nga ky shesh po i drejtohemi edhe Europës. Unë i takoj lëvizje studentore të vitit 1981. I takoj asaj lëvizje që nuk kërkonte t'u marrë dhe mohoj lirin të tjerëve, por liri e drejtësi kërkonte për shqiptarët. Shpërblimi ishte tortura, vrasje, burgosje, gjakosje, njullosje të televizjes të rinj studentore të shqiptarëve nga regjimi i Beogradit, me fyërjet më të mëdha, terrorist, kriminal, bandit, e çka është më e keqja thuashte kundër lëvizjes studentore. Vazhdoi tërë shtypi me vitet. Çdo shqiptar që kërkonte drejtësi e barazi, njulloseshte e gjakatoseshte. Ne besojmë tek drejtësia. Ne jemi ata të cilët vëzhgonin çdo lëvizje në hapësira shqiptare, me të dalë njësitet e para të rezistencës. Doli qëndrimet nga më njerëzore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Se ushtria do të respektojë të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftra. Respektoj vendimin se një ushtri guerile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vetë që e dallonte. Se kush është ushtria çlirimtare e Kosovës? Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist,
çdo veprim kundër popullatës civile, ushtria çlirimtare e Kosovës është palli veten ushtri e popullit vullnetare, që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtet e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhin. Prandaj nuk do deshëm që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuza që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njullosin historinë e luftës çlirimtare, e bive e bijave, më të mirë të kombit shqiptar. Ky proces duhet të marrë epilog të pafajësisë, sepse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe ushtarë që ndodhen pranë tyre grillave akuzohen për vepra të pabëra. Të tërë procesin e kemi përcjell. Mbase na dridheshte lëkura në shtat kur dëgjonim akuza që ne na i kishte bërë Beogradi e Moskva si terrorist, kriminal e bandit. Ne kemi dashur lirin, po jo duke u amohuar lirin popujve tjerë. Ushtria jonë nuk ka qenë kundra asnjë populli, as popullit sërb. Demonstrata e sotme nuk është kundër shtetit të Maqedonisë, sepse mu këta që ndodhen në këtë gjykatë kanë kontribuar në stabilitetin, në paqen, në ardhmërinë pikërisht të këtij shteti, sepse kanë qenë drejtues të institucioneve të rëndësishme, president, shteti, kryeministra, kryetar kuvendi, dhe sigurisht me dhjetra e qindra marrëveshje kanë hedhë firmat për një Maqedoni më të prosperuar. Dhe jo të friksuar nga ushtria çlirimtare e Kosovës, as nga ushtria çlirimtare kombëtare, as nga këta që dalin dhe janë të prezent këtu me plagë në trup. Këta nuk kanë luftu kundër asnjë populli, por për lirinë e drejtësi e pavarësi të shtetit të vetë. Sot Kosova jonë është e pavarur. Sot Kosova kontribon për të patur një marrëdhënie më të mirë mes shteteve të rajonit. Andaj, pafajësia kërkohet nga ky shesh i Skënderbeut, nga ky shesh i Hasan Prishtinës, nga ky shesh i Nexhat Agollit, që braktisi gjithë shka dhe humbi për gjithmonë, vetëm e vetëm që shqiptarët të kemë barazi e drejtësi. Nga ky shesh i Josif Bagerit, që nuk dihet se ku i ka eshrat, pikrisht ato regjime që sot
po përsëriten nga anti-shqiptarë më të mëdhenj. Zhduket Josif Bageri, zhduken shumë advetarë e çlirimtarë duke zbatuar. Politika të Nikola Pashiqit se të pabindurit vrisni të pabindurit. Kështu veproi edhe Miloševiqi. Vrisni shqiptarët dhe kjo me shumë kompetencë u deklarua nga general Clarku kur e pyet. Sepse Miloševiqi kërkon që ai ta zgjidh problemin me shqiptarët. Dhe në pyetjen e general Clarku, si do e zgjidhish problemin? Si gjithmonë si i kemi vra, do i vrasim përsëri. Kjo është politikë fashiste, naciste, e ta quajmë si të duam, kur përpara një generalit të NATO-s Miloševiqi thot, dimne si i rregullojmë shqiptarët, do i vrasim që të gjithë. Këta djem, këta njerëz, ta luftëtar, ta bashk luftar tanë, nuk janë përgjegjës për vepra që nuk i kanë bërë. Janë angazhu e luftu për lirin e popullit vetë dhe për t'ju kundërvu politikave shfarose të Miloševiqit. Prandaj, ne kërkojmë drejtësi për shlirimtarët, sepse libri i verdh është me na shkelje, me na mohu historin më të re e më krenare e më të fortë të shqiptarëve, historinë e ushtrisë qërimtare të Kosovës, historinë e shtetit të pavarur të Kosovës, se na qenë ka bërë shtet me luft e angazhim të kriminelve. E tërë koncentrimi është aty, që djemë ushtarët dhe këta drejtues të shtetit të pavarur të Kosovës akuzohen për vepra të pabëra. Prandaj kërkojmë nga trupi gjykues, ata janë pjesëtar të popujve që kanë luftu edhe vetë për lirin e popujve të vetë. Trashëgimtar të atyre janë pjesëtar që kanë luftu e punu për demokraci. Ata janë patriot, prandaj udhëheci e Kosovës duhet t'u jepje mirënjohje e lavdat nga kjo gjykat dhe jo të dënohen për vepra të pabëra. Rof populli shqiptar, lavdi të rënëve për liri. Faleminderit shumë, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë demonstratë.